të madhe që sot keni ardhur këtu së bashku me ne për të ndarë një gëzim shumë të madh, që është ditëlindja e mjeshtit të madh Zevgjini. Ju e dini që në jetën tona ne japim shumë rëndësi ditëlindjeve të fëmijëve, sidomos kur ata bëhen 5 vjeç. Pastaj kur rrin tek 20 vjetori, mendojmë se është kulmi i rinisë së tyre dhe bukurisë së tyre, gjithë i gëzohemi. Në fakt, duket sikur ditëlindje që pasi kalon të 60-ta s'marrin atë rëndësi që duhet të merrnin. Megjithatë, sot nuk jemi thjesht për një ditëlindje të zakonshme, por jemi për të festuar ditëlindjen e një njeriu i cili ka kontribuar jashtëzakonisht në shoqërinë shqiptare. Nuk doja ta kufizoja vetëm në kontributin që ai ka dhënë në Shkodër, ku edhe ka banuar ose ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij, por kontributin që në vendlindje, kontributin edhe për mirëditën, kontributin për zejtarinë në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha këto do të vinë të gjitha së bashku përmes një biografie që ne kemi përgatitur, por para se të transmetojmë një material që është përgatitur për gjithë jetën profesionale, por dhe njerëzore të mjeshtit të madh Zevgjini, unë do doja të falenderoja posaçërisht disa të ftuar nderi që na kanë ardhur sot në këtë organizim. Janë përfaqësuesit e shoqatës Zevit të Shqipërisë, e përfaqësuar nga zonja Miliha Zyberaj. Gjithashtu kemi përfaqësuesit e pushtetit vendor Mirdit, përfaqësuar nga zoti Julian Vlashi, përfaqësuesit e shoqatës Abdetare Dukagjini. Një falënderim shumë i madh shkon për mjeshtrin e madh dhe profesorin e nderuar zotin Zef Çoba, që ardhur këtu në Ateron. Do doja të falenderoja dhe përfaqësuesin e klerit katolik, të përfaqësuar nga zoti Agustin Margjoni. Kemi përfaqësuesit e mediave, të cilët bëjnë një nder shumë të madh në përcjelljen e këtij aktiviteti. Gjithashtu një falënderim shumë i madh shkon për drejtuesit e kishës që na bën të mundur organizimin e aktivitetit, në veçanti Don Vlash Palaj. Përfaqësuesit e shoqatës Kuvendi Folklorik Kombëtar, mjeshtri i madh Gjon Froku që na ka urdhëruar sot. Dhe gjithashtu çdo person që është në këtë sallë dhe në një farë mënyrë mbart kujtimet apo eksperiencën e të jetuarit dhe të punuarit me mjeshtin e madh Zevgjini. Të gjithë në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër e njohim Zefin në bazë të kontributit apo marrëdhënieve që ne kemi pasur me të. Por është shumë më mirë nëse japim edhe detaje dhe kështu ju plotësoni të plot biografinë e mjeshtit të madh Zevgjini. Le të ndikim një material të shkurtër, të bukur, të këndshëm, ku kemi përfshirë gjithë eksperiencën e tij profesionale dhe njerëzore. .75 vjetori inxhinierit Zevgjini mjeshtër i madh. Është lindur më 19 mars 1950 në fshati Vig, në një familje fisnike meritore. Bëri vetëm 3 vite shkollë fillore në Vig dhe që në klasën e 3 e vendosën para kohe komandant të shkollës. Kurse vitet e tjera pasuese të shkollimit do t'ishte larg familjes. Shkollën 8 vjeçare e kreu në Kalivaç, nga ku mori edhe të drejtën për ndjekjen e shkollës së mesme pyjore në Shkodër. Do e përfundonte këtë shkollë me notë mbi mesataren, ku ndër të tjera u dalluan aktivitetet sportive, kryesisht në futboll, në ndeshje mes shkollave të mesme të qytetit. Në vitin e fundit 1969 mori pjesë edhe në një studim mbi rilevimin e ekonomisë pyjore në Cukal. Në shtator të vitit 1969 u emërua teknik i mesëm pyjesh me detyrën e përgjegjësit të ekonomisë pyjore në Kashnjet. Aty për 2 vite punoi mjaft mirë dhe veçanta ishte se realizoi një fidani shtëpishe, e cila u cilësua më e mira në Shqipëri, dhe po këtë vit filloi mbjellja e parë e pishave. Sot në Kashnjet do të gjesh masive të tëra me pyje. Ky rezultat dha efektin e tij pozitiv, që Zefi të merrte të drejtën për të ndjekur studimet e larta në shtator të vitit 1971. Hasi vështirësitë e para në fakultet, pasi jo vetëm vinte nga një shkollë profesionale, por edhe kishte 2 vite që e kishte përfunduar atë. Nga ana tjetër, ishin edhe kushtet familjare, pasi Zefi tashmë ishte martuar, bile ishte bërë edhe prind. Pavarësisht kushteve në të cilat nisi universitetin, tregoi një këmbgulje të madhe dhe arriti të marrë në atë kohë
gjithë provimet brenda vitit, pa lënë asnjë përvjesht. Caktimi në degën e përpunim dronit ndoshta ishte një rasti edhe një favor për mua, edhe unë në shkollën e lartë kam pas rezultate të vazhdueshme gjithë një rritje. Në vitin e fundit, ndoshta kjo ishte ai hopi më i madh i imi, u caktova nga Ministria e Industrisë Lehtë Ushqimore në Artistike Shkodër. Në vitet që pasuan, tregoi një rritje të nivelit të tij si student dhe në fund në mbrojtjen e diplomës u vlerësua me notën 10. Një vlerësim ky që arrihej tepër rrallë në fakultet në vitin 1976. Për këtë rezultat u zgjodh nga Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, duke emëruar direkt në ndërmarrjen artistike Shkodër. Në artistike u prezantua me një projekt të zrugtarisë, i caktuar dhe zbatuar nga Komiteti Ekzekutiv i Shkodrës. Ishte një rast tepër i veçantë që t'i besohej zbatimi i projektit, por për këtë kishin ndikuar rezultatet e tij të larta në fakultet. Projekti në fund të tij u vlerësua shumë bazuar dhe në rezultatin financiar, pasi solli përmirësimin e teknologjisë. Kena pas detyrë, domethënë, që në stazh më mbrojt edhe diplomën. Unë diplomën pa ta fatin e mbrojta në ndërmarrjen artistike, ku atje bëra një projekt, strukturinë e ndërmarrjes, e cila ky projekt u miratu nga Komiteti Ekzekutiv i asaj kohe, dhe doli me një rezultat, domethënë që ndoshta pa besueshëm që e vetë shlyente për 1 vjet e gjys. Projekti e shleu veten për 1 vit e gjysmë. Kjo gjë nuk ishte ndodhur më parë në ato vite. Puna e inxhinierit Zevgjini në ndërmarrjen artistike në vitin 1975 e deri 1992-93 ka qenë një punë e jashtëzakonshme në aspektin e shkencës, krijimtarisë, marrëdhënieve mes njëri tjetrit e të tjerë. Ndërmarrja shtoi dukshëm numrin e punëtorëve, kryesisht vajza me shkollë të mesme, duke bërë që numri të punësuarve të arrinte në 2500. Duhet ta dini që ndërmarrja artistike kishte asat, domethënë artistat, domethënë njerëz të talentuar, artizan talentuar të Shkodrës janë mbledhur në ndërmarrjen artistike. Sot një pjesë e tyre i shoh në shoqatën e artizanëve të Shkodrës. Në artistike ishin emëruar mjeshtrat më të mirë të Shkodrës, në degët argjendari, bakër, tezja, gdhendje druri, aplikime me metal deri në punimin e arit. Filluan të përvetësoheshin zanate dhe ndihmesa që dhanë mjeshtrat ishte një lloj sikur të përfundonte një fakultet të dytë. Ndërmarrja artistike për mua ka qenë ndoshta një universitet i dytë në drejtimin e punimit artistik të drurit. Unë kam qenë inxhinier dhe kam dalë me 10 në përpunimin e drurit, industrial, më mirë më thënë drurit. Kurse kjo mund të themi që ishte, nuk mund të themi universitet, se s'ka emër të tillë, por ama për mua ishte një praktika. Artizanati në Shkodër ishte një shkollë e dytë. 3-4 vitet e para, Zevgjini punoi si inxhinier i degës së drurit. Pastaj kaloi si përgjegjës së repartësh. U dallua për organizimin mjaft të mirë të punës, studime shkencore, krijimtari, realizim ekspozitash dhe gjithmonë te i kalimi detyrave shtetërore. Prej këtyre rezultateve në vitin 1988 u dekorua nga Kuvendi Popullor dhe me këtë rast u emërua krye-inxhinier i ndërmarrjes. Masa e punëtorëve ishte unanimisht në votimin e tij për detyrën e re. Me ndërimin e sistemeve dhe e tranzicionit që përfshiu Shqipërinë në vitin 1994, Zevgjini krijoi firmën e tij me emrin Gjini, ku realizonte kryesisht gdhendje në dru, punime artizanale në tavane, dyer, parmak, dhomgjumi, punime artistike në formë suveniresh, të cilat morën jehon të madhe në Shkodër dhe në shumë qytete të tjera të vendit. Këtu punohet në një kahje të trashëgimisë me dronin. Fillimisht është edhe vend pune për trit, për njerëzit që kanë ide, kanë këmullje për me kenë vetvetja, me pa diçka të bukur, gjë që edhe tregu i kërkon. Unë detyrë veti që në fillim të merrem me punime drurit, por ama në një drejtim tjetër, jo punime normale drurit siç punohen shumë pika në Shkodër edhe gjithë vendin, por atë art që kishim dhe që kena kalu në ndërmarrjen artistike, edhe duke pas parasysh edhe shtëpiat tradicionale të vjetra me tavane, me dyre etj.
unë venosa që të merrem me artizanatin e punimit të drurit, domethënë punimin artistik të drurit. Me punimet e firmës së tij, Zefi ka marrë pjesë në shumë panajire si në Bari të Italisë, Graz, Austri, Janin, Selanik, Athinë të Greqisë, në Maltezi, Kosovë e të tjerë, duke ekspozuar me profesionalitet të lartë teknikën dhe trashëgimin ton të Shkodrës, por dhe gjithë Shqipërisë. Ky me mjeshtrat që ka dhe me gjithë këtë punë që ka traditën që ka fituar dhe i ka ruajtë, i plotson atë dhe i vend treg edhe vetë është i fituar, po dhe njerëzit janë të kënaqur. Mund të them që është një punë e mrekullueshme. Unë nuk e kam ditë që në Shkodër gjendet një ndërmarrje e tillë, kam dëgjuar, por nuk kam arrit me e pa dhe jam mrekulluar nga punimet që kam pa këtu. Është një mrekulli e punimeve ndrum, një gdhenje e mrekullueshme dhe për më tepër një vazhdim i një tradite të hershme të Shkodrës, e përcjellur nga mjeshtra të tjerë që kanë punu dikur donin si Kolespani e tjerë dhe që zotni Zefi është duke çu më tej dhe duke zhvilluar dhe më tej dhe më bukur. Jam paksa i habitur që domethënë ka përsëri njerëz të tillë të cilët e shohin rrugën e ecjes së tyre drejt zhvillimit, domethënë përmes artizanatit dhe kthimin e punës së dorës dhe zejtarisë në biznes për të mbajtur familjet e tyre. Ishte viti 2010 kur i bën ftesë në shoqatën e artizanëve fillimisht si menaxher. Ishte koha e duhur dhe momenti i përshtatshëm të jepte kontributin e tij në vazhdimsi në profesionet e ndryshme të artizanëve të Shkodrës dhe të gjithë vendit. Kontribut që ai vijon ta jap edhe sot. Me propozimin e inxhinierit Zef Gjini, Këshillit Bashkiak të Shkodrës, u miratua Dita e Artizanatit dhe u caktua me miratim unanim 10 qershori si data e përvitshme e këtij aktiviteti. Ndër vite, rezultatet në shoqatën e artizanëve kanë qenë mjaft të mira. Risi ka qenë realizimi i numrit të panajireve, një numër rekord ky, jo vetëm në Shqipëri, por dhe botë. Mjafton të përmendim këtu 100 ditë panajir, brenda një viti në qendrën e qytetit të Shkodrës, kryesisht në pedonalen Koli Dromeno. Për punë të mirë në këtë drejtim, Këshilli Bashkiak i dha Zef Gjinit titullin Mirënjohje e qytetit të Shkodrës, në shenjë vlerësimi për ekspozimin e vazhdueshëm të punimeve të krijuara dhe trashëguese e mjeshtërive mbi 2500 vjeçare të Shkodrës. Një punë e madhe është të bërë në projekte, apo kurse kualifikimi të drejtuara nga mjeshtra e specialistë të shoqatës së artizanëve. Janë realizuar me qindra projekte si shoqat përmes kontributit të mjeshtrave mbi zhvillimin e artizanatit, dhe këto të mbështetura nga pushteti lokal, ai qendror dhe strukturat europiane. Nga puna e inxhinier Zef Gjinit gjatë gjithë jetës së tij me artizanatin, erdhi dita e 20 gushtit 2020, ku në një panajir të organizuar nga Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me shoqatën e artizanëve në oborin përpara bashkisë, në të cilin mori pjesë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, i dorëzohet në një ceremoni dinjitoze titulli i lartë Mjeshtër i Madh, vlerësimi më i madh profesional në jetën e tij. Duhet falenderoj veçantë inxhinier Zemcinit për rolin e tij të jashtëzakonshëm në jetën Shkodër, por në mbar vendin për të ruajtur dhe për të shiguar këto. Për kjo është arsye që edhe jam i nderuar dhe privilegjuar që jem sot së bashku me ju që ta vlerësoj me titullin e lartë dhe të jetuar prej kohësh mjeshtër. Presidenti i Republikës i jep zotit Zef Gjini titullin Mjeshtër i Madh, me mirënjohje dhe në vlerësim të kontributeve të shquara në fushën e artizanatit, zejtarisë dhe trashëgimisë kulturore, si dhe për përpjekjet e parreshtura në fushën e inovacionit në shërbim të vlerave tradicionale. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Zoti President, të falenderoj pa mos me shpirt të zemër dhe një titulli të lartë të profesionit tim, të punës që kam bërë gjithë jetën me punime artistike, artizanale dhe së fundi me shoqatën e artizanëve. Kemi punuar të gjithë bashku për punën e artizanatit dhe zejtarisë dhe do të punojmë gjithnjë më shumë gjatë gjithë jetës time. E veçanta është se që nga viti 1975 e deri tani
Inxhinieri nuk ka ndryshuar profesion, por gjithë jetën e tij ia kushtoi artizanatit dhe zejeve. Duhet theksuar fakti se inxhinieri Zev Gjini, kudo ku ka punuar dhe është angazhuar, ka shprehur gjithmonë preardhjen e origjinën e tij dhe flet gjithmonë me nostalgji për Mirditën. Nisur nga kjo, por dhe vlerat e tij njerëzore, ai u zgjodh dhe kryetar i shoqatës Mirdita që në vitin 1993 dhe në vitin 2016 shoqata riorganizohet nga 10 mirditorët më të mirë të Shkodrës, me shkolle profesione të larta si inxhinier, doktor, avokat, mësues, ushtarak e të tjerë. Edhe pas riorganizimit, Zev Gjini u zgjodh në krye të saj. Takime dhe aktivitete të vazhdueshme ka realizuar kjo shoqat, kryesisht në Bashkinë në Shkodër, Vallë-Dejës dhe në Mirdit. Aktivitetet kryesore kanë qenë të paktën 2 herë në vit, ku merrnin pjesë mbi 200 mirditorë. Në çdo aktivitet janë ftuar personalitete të artit dhe shkencës, me mjaft vlerë si akademiku Mark Tirtja, mësuesin dhe shkrimtarin Preng Cubëlleshin, dramaturgun e njohur shqiptar Falil Kraja, mjeshtrin e madh dhe studiuesin Ahmet Osja, gazetarin e mirënjohur Gjergj Marku e mjaft mirditor të tjerë me reputacion në Shkodër. Në aktivitetin e shoqatës kanë qenë të ftuar nderi edhe priftërinj, pasi dihet botërisht se Mirdita i përket besimit katolik, një merit kjo edhe për Shqipërinë. Me krenari që mirditor, pa tjetër, përderisa e them edhe direkt Katundi vjetër, Rubik, me krenarit po dhe që jam mirditor. Mund të them pa prik figurat e Mirditës, se cili në profesionin e vetë, edhe kjo në mërën gjithë. Evente, këto takime janë i shëbejt të qëllimi, unë realisht kam kënaqësi, kam ardhur me gjithë familjen time dhe di kënaqësi dhe shpresoj që këto eventet na bashkojnë, edhe të jenë gjithë më shpeshta, edhe të jena të lumtur me një tjetrin. Kur del drita, shëndesim o gjithë Mirdita. Kemi të drejtë të nxjerrim konkluzionin se inxhinier Zev Gjini, mjeshtër i madh, është një personalitet universal që e shohim sot në lartësinë e 75, i njohur në art zanate, njohës dhe trashëgues i traditës së popullit, një njeri i aftë me informacione kulturore, zakonore, me kontribute në studimet shkencore e profesionale, sportive të tjerë, duke e bërë atë një person publik mjaft të dashur në qytetin e Shkodrës. Sot ai vazhdon angazhimin e tij duke shpërfillur vitet, po kryen me sukses pozicionin kryetari i shoqatës së artizanëve, kryetari i shoqatës Mirdita tashmë të licencuar me degët në Shkodër, Velipoje Vallë-Dejës, antar i kryesisë së Unionit Mirdita të Shqipërisë e të tjerë. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se t'i urojmë gëzuar ditëlindjen mjeshtër dhe gjithmonë aktiv e me shëndet të mirë pranë nesh. Ne kemi menduar si staf organizativ që të kemi dhe ato përshëndetjet tona, por gjithmonë duke mos ja humbur atë shijen e një ditëlindjeje. Pra, mundësisht fjalimet të jenë të shkurtra, të dala nga zemra, të jenë të ëmbla, sepse nuk e di si ndihet Zefi në 75. Je shumë i gëzuar që ke mbritur këtë moshë. Do kesh edhe shumë të tjera. Do t'jesh aktiv pranë nesh. Fjalën do t'i japim fillimisht zotit Due Marku, sekretari i shoqatës Mirdita dhe nga Shkodër. E mirëpresim këtu. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar familjarë të Zefit, i nderuar mjeshtri i madh Zev Gjini. Në emër të mirditorëve të Shkodrës, Vallë-Dejësit dhe të Velipojës, dëshiroj të shpreh falënderimin për pjesëmarrësit në këtë aktivitet kulturor që organizojmë me rastin e 75 vjetorit të mjeshtrit madh inxhinier Zev Gjini. Vazhdimisht, mirditorët në Shkodër kanë dhënë kontributet e tyre të çmuar në historinë e këtij qyteti. Kontribut i cili shpeshherë ka patur dimension kombëtar dhe ndërkombëtar. Shkodra, por edhe Shqipëria, shqiptarët kudo në botë,
ju kanë shprehur mirënjohjen dhe janë krenuar me punën dhe aktivitetin e tyre në shekuj. Janë të shumë mbijetorët që kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në Shkodër, që janë bërë pjesë e historisë së këtij qyteti. Kontributi i tyre në situata të ndryshme të historisë ku Shkodra ishte pushtuar dhe rrezikuar nga armiqtë tanë, kontributet mbetet më kritike të saj, si dhe kontributin kohë paqe janë vlerësuar nga historianët, akademikët, pushtetarët, por edhe nga opinioni qytetarë. Ata kanë qenë dhe mbeten në memorien kombëtare, në barojë të shumë zhvillime ndihmuese dhe përcaktuese, si për çështjen kombëtare, por edhe në fusha të tjera, si në arsim, kulturë, letërsi, art, kinematografi dhe në profesione të ndryshme me rëndësi për qytetin dhe vendin. Shumë militorë që kanë punuar dhe jetuar në Shkodër janë bërë pjesë e historisë së shkruar dhe të lexuar, e cila studiohet në shkolla e institucione arsimore të gjitha niveleve. Disa prej institucioneve të shtetit shqiptar mbajnë emrat e tyre. Në disa sheshe dhe qendra qytetesh janë vendosur monumentet e tyre. Disa lagje dhe rrugë kanë emrat e tyre. Në shenjë respekti dhe nderimi për ato çfarë kanë dhënë në dobi të Shkodrës edhe vendit tonë. I thash këto fjalë pa u ndalur me emra, sepse për pjesëmarrësit në sallë, por edhe për gjithë shqiptarët janë figurat e njohura që me të drejtë krenohemi që janë në origjinë nga Mirlita. Sot, në këtë përvjetor, është momenti të flasim pikërisht për mirlitorin me titullin mjeshtri i madh inxhinieri Zevgjini. Puna dhe kontributi i tij 50 vjeçar në Shkodër është i përmasave të jashtëzakonshme, për të cilat me të drejtë krenohemi jo vetëm ne si biri Mirlitës, por duhet të krenohet i gjithë qyteti ku jeton dhe ka ushtruar aktivitetin inxhinier Zevgjini. Janë të pakët intelektualet në Shkodër që për një gjysmë shekulli pa ndërprerje janë aktiv në aspektin profesional dhe shoqëror, të cilët punojnë pa u lodhur për të dhënë shoqërisë dhe Shkodrës vlera për cilat ka nevojë qytetet dhe vendet e civilizuara. Veprimtaria dhe aktiviteti i inxhinier Zevgjinit në aspektin intelektual, profesional dhe shoqëror i ka kapërcyer kufit e qytetit, rrethit, por në rast edhe Shqipërisë. Prezantimi që bëri moderatorja e njohur Koseta Brushi për jetën e aktivitetin dhe kontributin e inxhinier Zevgjinit flasin qartë për një punë që do të mbetet për një kohë të gjatë në kujtesën e brezave që do të vinë. Nuk mund të përmendur një vlerësim të madh që ka dhënë mjeshtri Fadil Kraja kur shihte punimet e inxhinier Zevgjinit, i cili thoshte Zefi e bën drurin të flasë. Mbasi karrierë gjatë si inxhinier, si drejtues, si kryeingxhinier në Marrë Artistike Shkodër, si drejtues i shoqatës artizane, si kryetar i shoqatës së Mirlita Dega Shkodër, por edhe si veprimtar në dobi të komunitetit, mjeshtri i madh inxhinier Zevgjini në këtë 75 vjetor vjen si njeriu që ka përmbushur shumë angazhime, misione e detyra me vlera për cilët ne, të cilat meritojnë mirënjohje të veçantë. I vlerësuar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me titullin mjeshtri i madh, është një vlerësim jo vetëm për Zefin dhe për Mirlitën që lind e rriti, por edhe për Shkodrën ku punon dhe jeton. Jemi krenar që aktivitetin e sotëm e zhvillojmë në sallën që mban emrin e kardinal Mikel Koliqit, i cili si për koincidencë, përpara se të vishte petkun e meshtarit, kishte studiuar për inxhinieri mekanike në Milano, Itali. Mjeshtri i madh inxhinier Zevgjini ka dy gëzime sot, sepse krahas 75 vjetorit feston edhe ditën e emrit me të cilën u pagëzua në ditën e lindjes. Në përfundim, i ftoj pjesëmarrësit që me një dorë tërheqje të fuqishme të urojmë gëzuar 75 vjetorin dhe ditën e emrit mjeshtër, jetë të gjatë dhe të lumtur e të suksesshme në familje dhe shoqëri. Ju e
Ju e keni parë shoqatën e artizanëve, ata jo vetëm thjesht i bashkon puna, bashkëpunimi, por kanë edhe një miqësi të jashtëzakonshme. Janë si një familje, shumë herë i shohim në postimet e tyre, por edhe asistojmë si dëshmitar kur i shohim që takohen dhe zhvillojnë miqësinë e tyre edhe përtej aktiviteteve të përbashkëta. Është radha e zotit Prel Hasani, në kryetari i shoqatës së artizanëve Shkodër. Ai faktikisht përfaqëson mallsinë e madhe, do vini këtu së bashku me mua, dhe dallohet si një artizan perfekt i prodhimit të djatrave. I ka lidhur punët me Gjermaninë, por përshëndetje. Është kënaqësi me marr pjesë ose me fol për inxhinier Zefin. Inxhinier Zefi është njëri, vetëm njëri rrallë, është një familjar shumë i mirë, është një drejtues familje shumë i mirë, por është edhe të aktiviteti shoqëror një njëri shumë. Unë thëmë me plot gojë që mos ishte inxhinier Zefi, drejtuesi i shoqatës, sot nuk duhet ta ekzistonte shoqata. Zefi ka i disha sa të mirë sa të keqe, se edhe kur jetë kafe me te mergjana prime. Edhe to kemë shumë i përkushtuar, domethënë ai mbledh dhe gjithmonë na mbledh dhe ne Shkodër do gjenë talent të tri edhe to jashtë do jafru të shoqata, po banë 25 vjetë që i njëna të shoqata me te. Edhe i merë të prej, po thuj prej hiqit, edhe unë kam përfitu shumë nga inxhinier Zefi, edhe të organizimet, por edhe të mësimit që t'jep. Por, i merë të i po edhe artizan, se artizanat jashtë një edhe diqa kulturore, është trashëgimtare, që duhet. Por me aktivitetin që ka bëjnë inxhinier Zefi, unë thëmë që jo vetëm nëse shoqat, por ky ka zbukuru në çdo aktivitet që ka bëu ka zbukuru qytetin e Shkodrës me punën e tij, me organizimin e tij. Folish për inxhinier Zefin, që na sot i mbledh me ju edhe duket 25 vjet, jo 75 vjet, sa është shumë aktiv. Por i urojmë që të matë i 100 vjeç, po me kyçën që ka. Edhe urojmë që si familja, si punës, jo thonë t'jenë, se është model, është shembull. Kudo që ta kapish me folë për inxhinier Zefin, ke me këtë sa dush. Që që ne si shoqat jemi shumë mirë njohës për punën, për aktivitetin, ka arrit me pasi tharë para folë se parë që rrëth 100 panajirë në vitë. Ne fut me si edukat, të po edhe jashtë shtetit, po edhe në Itali ose në Gjermani më tjetër, që aty çdo fundjavë mashin panajirë ose prezentoshin produktet dhe prodhimet artizanale, po arrit me fut si edukat në Shkodër, për herë parë që minimumisht organizim 2 herë në muaj në vit. Çdo kishim ditë caktuar në fundjavë për me bë organizim që madje në drejtimin e inxhinier Zefit. Kështu që ne urojmë jetë gjatë, i urojmë që t'jenë si 25 vjeç ashtu që është gati edhe sot, edhe një shtet plot. Është krenari me folë për inxhinier Zefin. Është me daman jo vesh mjeshtër më në fushën e tim, është mjeshtër më dashur biseda, dashur shoqëri, dashur. Sa herë që ne bashkohemi të gjithë së bashku, antarët e shoqatës Mirdita, ne vërtet jetojmë Shkodër, po në zemër kemi Mirditën dhe këtë nuk e mohojmë asnjëherë. Kështu që ardhjet e vëllezërve do i quaja kështu nga Mirdita, por ne kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, sidomos në një aktivitet të tillë. Unë do ftoja zotin Julian Vlashi, drejtori i trashëgimisë kulturore Bashkia Mirdit, për fjalën e tij. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë, është kënaqësi. Inxhinier Zefit i urojmë gëzuar datëlinën, jetë gjatë dhe të lumtur pranë familjes. Gjej rastin që të përgëzojmë për gjithë kontributin e rëndësishëm në vazhdimsi në fushën e artizanatit dhe të zyrtarisë. Gjithashtu në organizimin e aktiviteteve që kanë pasur për qëllim ngritjen e urave të bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit me meritorët e Shkodrës. Gjithashtu në promovimin e vlerave historike dhe kulturore jo vetëm Mirditës. Meritorët e Shkodrës kanë treguar në vazhdimsi vlera qytetarie, duke mirë integruar dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në të gjitha fushat e jetës. Të përcjell edhe përshëndetjet e kryetarit të bashkisë Albert Mlyshi, i cili në pamundësi për të qenë prezent për shkak të angazhimeve zyrtare, më ka dhënë mundësinë që në emrin e bashkisë Mirdit të japë një certifikat mirënjohje të akorduar për kontributin e rëndësishëm në fushën e artizanatit, zyrtarisë dhe trashëgimisë kulturore.
Certifikat mirënjohje jepet zotit Zevgjini për kontributin e rëndësishëm në fushën e artizanatit, zetarisë dhe trashëgimisë kulturore. Takzoni, jetë gjatë dhe lumtur. Shoh që ka shumë biseda tjera, por jam shumë i kënaqur Mirditën, sepse ashtë si thojnë aja bashkia parë, domethënë që origjinën time, dhe juroj punë parë kryetarit bashkisë edhe bashkisë më harë Mirditën. Shoqata Mirdita ka një bashkëpunim shumë të mirë me një shoqatë shumë të nderuar në Shkodër dhe më gjerë, bëj fjalë për shoqatën Abdetare Dugagjini. Dhe unë do të ftoja zotin Koçardaku, është nën kryetari i kësaj shoqate për të mbajtur një fjalë përshëndetse. Mirdita. I urojmë zotit Zevgjini, mjeshtet mall, ditëlinjen, edhe 100 vjet tjera, lumturinë, familjen, shoqërien, punën e tij. Për të majtë fjallën, unë që nën kryetari shoqatë Salvatore Dugagjini, kam porosit zotin antarin e shoqatës Salvatore Dugagjini, tonin, antari kryesis, për të majtë një fjallë, dhe do t'i dorëzojmë dhe një dekorat zotit Zevgjini, mirënjohje nga shoqata Salvatore Dugagjini. Mirë Sërgjen, unë jam një emocionum për në kërësish edhe në ru, bile shumë i vlerësum, për dy arsye. Spari përshnesim po a quj mikun tonë mirditorin model, Zevgjini, e për këtë një jem shumë i vlerësum. E dyta përshnes edhe nëmën të shoqatës Salvatore Dugagjini, e kërësisht nëmën të kryetarit zotit Nusana, i cili jo vetëm që janë miq me Zefin, por ka arrit me misu kaq shumë dy krahinat ma të rëndësishme të psejallat Shqipërisë, si që është Dugagjini Mirdita. Për të një jem shumë i vlerësum. Për Zefin u folë shumë, në gjithçka që të flasim, vetëm në është ju pëmin kohë, sepse u tha gjithçka. Zevgjini është një personalitet në vojnë e ti, është një qytetar model, dhe ajo që unë do të titoloshe si gjaja ma rëndësishme që mund t'i atribuohet Zefit, është një mirditor model. Komuniteti mirditor në Shkodër është një vlerë e shtume qytetit Shkodrës, jo vetëm sot, por edhe në histori, edhe parashniri. Dijen familjet i mlatë Mirdisë Shkodër që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. E për këtë, në kohët e sotme, në momentet që po kalujem, unë mendoj që Zevgjini është ai që po e riman ose e risell në divisionet e duhura marrëdhënien e Mirdisë me Shkodrën, për tanta mirditorë model që kanë kënë, që vazhdimisht kanë kënë edhe në unitet njëri me tjetër i Shkodër. Kjo është një ndjenjë e madhe patriotike. Kështu që unë pa u zgjat, edhe herë, përshëndes nëmën shoqatës Salvatore Dugagjini, zotin Zef, për gjithçka që ka dhënë për qytetin, për harmoninë, për respektin që ka diftu edhe në i komunitetit tjetër, sepse në Shkodër edhe komunitetit Dugagjinas, edhe i mirditor, naturisht edhe Shkodran, sepse një janë, nështë edhe në i Shkodran që mund qëtë 200 vjetar, o dhe mund të këtë nga Dugagjini janë në Mirdita, kështu që komplet të treja janë një kuptimin real të fjallës, kështu që unë nuk mejtet asgja tjetër vështë ta përshnes Zevgjinin, t'i uroj shnet e jetë gjatë me familjen e ti, dhe t'jetë sa ma mirë që t'kontribojnë sa ma shumë për këte. Nëmën të shoqatës Salvatore Dugagjini, ftoj në të kryetarët e shoqatës Koçardakun, një mësues model edhe kjo një Dugagjinas model tjetër, për mi dorëzoj një certifikat mirënjohje zotit Zef. Kryesia shoqatës Salvatore Dugagjini i jep inxhinier Zevgjinit titulli antar nderi i shoqatës Salvatore Dugagjini, me motivacionin:
për kontributin e çmuar të dhënë për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore tradicionale shqiptare e në veçanti për qarkun e Shkodrës, për bashkëpunimin e suksesshëm shumë vjeçar me shoqatën adhëtare Dukagjini për vlerat e larta intelektuale njerëzore të tij. Faleminderit shumë. Edhe i qind tjera inshallah. Faleminderit. Unë e falenderoj dhe përgëzoj vëllezërit Dukagjinës, me nëkrye kryetarin Nosana dhe gjithë ju të tjerë që punoni në bashkëpunim me te, dhe jam mirënjohës. Do të vazhdoj bashkëpunimin. Urime, faleminderit. Faleminderit. E shoqërojmë me një duar teknike. Para se të kalojmë të dhënia e vlerësimeve të tjera, unë do të riqja pak vëmendjen e gjithë auditorit këtu, pikërisht e ky profesor kaq modest, kaq i dashur, por mbi të gjitha është mjeditor. Dhe ne në Mirdit, sa herë që kemi ndonjë organizim, por edhe ndonjë problem, i gjendemi shumë njëri tjetrit. Kësaj radhe ai nuk i ka thënë jo tesi son, ashtu si dhe herë të tjera, na ndihmon jashtëzakonisht dhe ka ardhur bashkë me një nxënësin e tij të talentuar. Origjina jote kur ta mësuar gjithë Këto e ditë se prejka jam është që unë jam prim Neli, i Bajrakut Spaqit, po me thonë të mënë, por parte mi i kanë rarë, ka pëthuj se një dyshekuj. Të është nuk po flasë për veti, po nëse jam mirëditor i mirë, kam taku i mirëditor të mirë. Gjën kapitanin, për cilin edhe do t'ju paraqes një gjatë vogël, por për para nga do t'lujmë një pjesë, quhet Ave Maria Bach Gounod. Të dy autor kanë jetu një dyshekuj distancën e me tjetën, por Charles Gounod, francez, merr një pjesë nga 24 preludet e fugat e Bachut, që është një vepër shumë e rëndësishme, dhe i adapton një melodi bukur. Dhe ne sot do ta shoqërojmë me piano e violin. Pamela Çova është nxënëse e shkollës muzikës, është një nxënëse shumë e mirë dhe na ka nderuar sot që ka ardhur këtu në aktivitetin tonë. Një gjim këndshëm, urime zef.
Kur punon shumë, dije që dhe vlerësimi nuk mungojnë, e kush nuk donte atë fat që të vlerësoj, por për këtë më përpara duhet të punohet fort. Edhe mjeshtri Zef Gjini e ka arritur këtë më së miri, kështu që sot shijoj e Zef vlerësimet që po të bëjnë. Dhe vlerësimi i parë që do të vijoj në radhën e atyre që janë paraqitur deri tani, do ftoja mjeshtrin e madh Gjon Froku për të dhënë këtë çmim dhe këtë vlerësim që ka menduar si shoqat. Jemi dy shoqata që ndërojnë sot mjeshtrin e madh Zef Gjini. Shoqata Kastriotët Lezhë, e cila ka përfaqësuar Shqipërinë në kuvendin në folklorin mbarkombëtar në Francë dhe ka sjell vendin e tretë në Shqipëri, aty do të ja dorëzoj kuvendin folklorik do e dorëzoj Ledramani, ndërsa përbashkun kam menduar për inxhinier Bashtoci. Pra, shoqata kulturore, artistike, Kastriotët, certifikat mirënjohje, kjo certifikat i jepet mjeshtrit të madh Zef Gjini, drejtues i shoqatës së artizanëve të Shqipërisë, të shoqatës Mirdita, për bashkëpunim dhe mbështetje të ndërsjellta të SHKA Kastriotët Lezhë, duke qenë frymëzim e ideator për shumë bashkëpunime të shkëlqyera, me të njëjtën përkushtim edhe për trashëgiminë kulturore dhe artistike, me gjithë vëmendjen e duhur, gjithmonë i gatshëm për të qenë pranë nesh. Kryetari i shoqatës Kastriotët Lezhë, inxhinier Bashkëndoci. Kjo ishte pjesa që unë dëshiroj t'ja dorëzoj pjesës së madhe të Gjinit, dhe nuk kam shumë fjalë sepse kam frikë se mund të gaboj. Por një fjalë kam. Ne jemi të një fisi, jemi të një gjaku, dhe nga njëherë ky ban edhe shaka, kur më takon se thot, jemi të vetë për Shqipëri, ty vetë nga një fis mjeshtat të vaj. Me thonë të drejten, unë se ka lindur Zefi para meje, por që shkur ky ka filluar karrierën, aktivitetin, unë kam qenë si një vëzhgues i mirë, si një njeri që e kam ndjekur me vëmendje për të marrë mësime për rrugën time kulturore e artistike. E kemi pas babet e tij, mësuesin e parë që ka shkëlqyer në Mirdit, i lindur në Vik, dhe Zefin e kemi pas si intelektualin e parë të atij vendi dhe që ka ecur pa u ndaluar dhe kemi pa gjithmonë në ngjitje të shkallëve, deri në mjeshtër i madh nga president Rubix. Prandaj për mua mbetet një udhëfim për ditën që na ka ngelur, jo vetëm për rrugën kulturore, artistike, por edhe asaj familjare. Ka një familje të shkëlqyer, një familje të njohur në gjithë Mirditën për pajtim, për fjalë të urtë, për bujari, për besë dhe për gjithçka. Dhe ato e munduar t'i përsjellim nëpërmes një këngë që kemi ndërtuar për familjen, për babën e tij. Prandaj, unë në emër të inxhinier Bashtocit dhe të Kastriotëve, ja dorëzoj Zef Gjinit me shumë kënaqësi dhe je kryefjala jonë edhe e prezat e tri që kemi në familjet tona e në mbarë vendin. Falenderoj kryetarin e shoqatës, po kisha edhe diçka, jo vërejtje, po sugjerim. Me punu më shumë për Kastriotët sa e minimal. Edhe më nga e si edhe ne ka Vigu, se Vigu me kalua, edhe flitit që edhe Kastriotët. Dhe porta Kastriotët. Komandant Ledramani. Kolonel, urdhro, hajde dhe mbarojmë këtë rast. Okej. Atëherë ftojmë nga shoqata Kuvendi Folklorik Kombëtar, është zoti Dev Teramani. Urdhroni profesor. Jo përshëndes të gjithë jetë. Është kënaqësi që ndodhem në Shkodër, edhe e dyta kur njihem me njëri të tillë që për çdo njeri, po dhe për mua po tani po njoh realisht, është një gjë jashtëzakonshme, jo vetëm që të frymëzon, jo vetëm që të nxit për të bërë mira, por mbi të gjitha është një diçka që ne duhet ta forcojmë, sidomos unitetin dhe shoqërinë mes gjithë tjerëve. Ka thënë mirë një që unë e citoj shpesh, Ciceroni, që thote njeriu pa shoqëri është si toka pa diell. Pra ne e pëlqej shumë këtë, po
pjesëmarrje me paqarje ma mirë nga këta pushtete vendore, unë do të kisha nëjësin të kishin ardhur në një prej tyre. Po lexoj këtë vlerësimin që i ka bën shoqata Kuvendi Folklorik Kombëtar. Zotit Zërgjini. Akordon urdhrin Anton Qeta. Zotit Zërgjini. I tesareve të kombit shqiptar. Inxhinier me horizont të gjerë në njohjen artizanate e pasionist i kulturës popullore. Në mënyrë të veçantë, ju përkushton punës artistike i sakët, i njerëzishëm, i drejt, fisnik, adetar dhe mbështec i pak ufishimi vlerave mirditore e më të gjithë. Këshillimor i promovimit të unitetit si një pajtimtar i shqiptarëve njerëzor. Kryetari Gjon Froku, mjeshtri i madh. Në falje më të se edhe unë jam marrë se ky dhe do të përdor sytë të punoj. Nuk e përdora. Tani, do t'ju uroj këtij profesorit Zërgjini, jo vetëm sa është mjeshtri i madh, por për punën që ka bërë, se unë njohëm përmes shokëve që folën, por edhe përmes asaj që na u shfaq aty. I uroj shëndet, inshallah kështu jeton deri sa kemi urim 100 pastaj. Të uroj mbështetshëm, me mend, me kam siç është, edhe të kontribuoje në qytetin e shkollës. Faleminderit. I uroj shëndet dhe sukses. Ja, edhe falenderoj edhe që më rasisi me të njoftu. Faleminderit, unë jam shumë i kënaqur. Faleminderit gjithë. Edhe për emrin e madh Anton Qeta. Faleminderit shumë. Me tamam i madh i të mëdhëve. Pajtimtari që të kohë. Më bëri përshtypje 3 burra që lexoj pas syzes, thash te ikë edhe unë herë syzet. Mirë, është momenti një vlerësimi tjetër që vjen nga shoqata e artizanëve, është zoti Prel Hasani që do e sjell. Apo ti vë syzet unë? Po gëzova kot. Përshëndetje nga Klubin Kozëra. Bordi i shoqatës artizanëve, ka me Milan, jo si shpërblim, me shenjë kujteset që do të bëjmë prezente zonja Kozeta. Sa që dhe parë, unë kisha thënë që pa kënë inxhinieri, kryetari i shoqatës artizanëve nuk bie kishte ekzistuar shoqata sot. Kështu që kemë përfitu shumë edhe i shumë mirë jasë. Zemti më mirë të rish këtu, se do bësh gjimnastik sot. Atëherë. Po lexoj motivacionin që është e shkruar. Shoqata e artizanëve dhe zejtarëve të Shqipërisë ja akordon titullin e veçantë nderi i shoqatës inxhinierit Zërgjini, mjeshtër i madh. Në shenjë vlerësimit për kontributin e vazhdueshëm ndër vite në mbarvajtjen e shoqatës, për kushtimin në përcjelljen e artizanatit tek brezat e rinj, ruajtjen e traditave dhe identitetit kulturor, si dhe evidentimin dhe mbështetjen e artizanëve dhe zejeve shqiptare. Për shoqatën e artizanëve dhe zejtarëve të Shqipërisë, nën kryetar Adnan Kombi, për bordin Prel Hasanaj. Egzot. Falenderoj bordin e shoqatës artizanëve, për cilin ka shumë vite që punojmë bashkë, dhe ma kanë bërë kështu si surprizë, domethënë nuk kam ditë se kanë bërë shkrime të tilla këtu. I meriton. Faleminderit. Inxhinier Dasor. Atëherë do kalojmë te vlerësimi që i jep shoqata Mirdita në Shkodër, sekretarin duhet marrë. Unioni Mirdita Dega Shkodër, me rastin e 75 vjetorit të linjes e mjeshtrit të madh inxhinier Zërgjini, i jep vlerësimin Krenaria e Mirditorëve në Shkodër, me motivacion për kontribut të shquar intelektual, profesional, artistik dhe shoqëror, që me punën e tij 50 vjeçare ka arritur të larë gjurmë pa shtyra në Shkodër, për të cilat mirditorët do të jenë mirënjohës për herë. Sekretarin duhet marrë nën kryetari
avokat Ardian Bruma, e ftojmë në kryetarin zotin Ardian, t'ja dorëzoj kryetarit. Do të thëmë 2 fjallë për inxhinierin edhe kryetarin tonë shoqatës. Herë du me ru me zemër, jetë gjatë që tjetë sa ma gjatë për veten e vetë, ketë qështët për veten e vetë, për familjen e vetë, edhe për shoqatën Mirdita, se më të thonë drejten, kjo është ura lidhëse që s'ka pushu asnjë herë, s'është mërzit asnjë herë, qoftë në është edhe prej aty në veprimet që bëjnë çdo ditë. Pra, e uroj me zemër, jetë gjatë, edhe shtaj. Edhe me këtë tërës, edhe i herë, falenderoj bordin e shoqatës Mirdita, po shoh dorën e një mirë se këtu një artisti, Adnan Komi që banë kështu, qana të bukura. Kemi përgatitur me një surprizë këndshme, kemi telefonuar disa miqve të zotit Zep dhe i kemi pyetur, do vini, me janë disa që për arsye nga më të ndryshme nuk janë dot prezent sot këtu, edhe ju kemi kërkuar nga një video të shkurtër përshëndetje. Ato vinë nga Puka, nga Lesha, nga Tirana, kemi dhe përshëndetje nga Irlanda. Le të ndjekim këto përshëndetje të bukura, duke respektuar edhe urimet që vinë së largu. Jam Penga, shok, mik, bashkëfetar dhe bashkëqytetar i mjeshit të madh Zevzini. Kam një njohje shumë të mirë për Zefin dhe të flasësh për vëmdarin e Zefit duhet një referat, por është përmbledh me titullin Mjeshtri i Madh. Jemi shok, themelos të shoqatës Mirdita. Shkodër, po Zefi është kryetar. Sot, me rastin e ditëlindjes së tij 75 vitorit të ditëlindjes së në pamundësi për të qenë i pranishëm, për arsye shëndetësore, i uroj Zefi jetë sa më të gjatë dhe Përshëndetje, inxhinier Zefi. Nga zemra të uroj edhe 100 vite tjera të lumtura, plot shëndet, mbarësi pranë familjes suaj. Është kënaqësi për mua si specialist pyetje, si koleg, si mik, që në rastin e 75 vjetorit të uroj gjithë të mirat e jetës. Është kënaqësi sepse u rritëm bashkë, marruam të mesmen bashkë në Teknikumin Pyllor të Shkodrës, marruam me të lartën në Tiranë së bashku, pastaj jeta na shpërndau nëpër si ato shqipet e maleve, nëpër zonat ndryshme të pyjeve, të përpurim drurit, të mjeshtrisë që ti bërë në Shkodër si specialist i mirë fill. Të uroj edhe 100 vite tjera të lumtura. Është krenari për ne gjithë inxhinierët që një inxhinier pyesh është vlerësu me titullin e madh, Mjeshtri i Madh. Gëzuar kolegu im i dashur. Pikë së pari e nis të ligjërat timen me urimin më të përzemërt, gëzuar 75 vjetorin Mjeshtri i Madh Zevzini. Unë po duhet më utiftue me dëshirën më të madhe të flas me një zjarr të brendshëm krenarie për kërkesën tuaj si shoqat për të gdhendur germat e bukura të Shqipës për Zevzini. Zevzini është një nga djemtë e Mirditës të edukuarit e kullave të bardha, ku orët e bjeshjes ja gdhendin emrin në rrethin e djepit, ati djepi që kush me shumë se nënat mirditore i kanë përkundur me fisikri të pashoqe. Zevzini është një pikarhinës time që unë kam lindur, është një pigjatë më thanë e në kontim të figurshëm me integritetin e tij duhet të gjithë ta kenë Zefin familje, ta kenë komshi, ta kenë mik e bashkëqytetar, aq më shumë ne që kemi një. Ai është i ndershëm, i ditur, një inxhinier spikator, si Mirditas më origjinë, ai jetoi u shkollu dhe vlerësu maksimalisht nga qytetaria shkodrane. Ai u bë shkas që të mosmenitet misit e forta të qëndrueshme të Shkodrës me Mirditën, si udhëheci shoqatës Mirdita me qendër Shkodër. Kështu që respekti imponon në respekt dhe i tillë mund të bëhet shkas për misit forta dhe qëndrueshme. Me një fjalë mund thuhet se ai është kurajos, iniciator dhe i mirëkujdesshëm, ka një humor të ëmbël,
është original dhe ka ndjenjë e realitetit. E në përbyllje, duhet të them se Shkodra njihet si kryeqendër e kremtarisë, së artizanatit dhe fal punës dhe përkushtimit mjeshtrisë rrallë të ish kryegjinie të shquar të në marrës artistike Zevgjini, duke gëzuar edhe medaljen e punës. Urime Zevgjini për vërtet e gëzuar që më jepet mundësia të uroj në përvjetorin e tij të lindjes mjeshtrin e madh inxhinier Zevgjini, kryetar i shoqatës së artizanëve dhe zejtarëve. Nga studio e RTS Shkodrës, ku inxhinier Zevgjini ka ardhur dhe është vazhdimisht i ftuar për të folur dhe lançuar vlerat më të mira të artizanëve të Shkodrës, por jo vetëm. Angazhimi për të aktivizuar gjithmonë në aktivitete të veçanta artizanët të Shkodrës është i pranishëm tek ai. Në festa të ndryshme të artizanatit, por edhe në panairat e shumta, ai nuk ka munguar të sjell në ekranin dhe në mikrofonin e RTS Shkodrës vlerat e shumta të artizanëve tanë. Natyrisht ecuria është mbreslënse dhe ajo është një ecje në vazhdimsi të rrugës dhe pasionit të inxhinier Zevgjinit. Unë nga kjo studio ju uroj shëndet dhe jetë dhe gjithmonë kontribute të vazhdueshme në shoqatën e artizanëve dhe zejtarëve të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Mbarësi dhe gëzime gjithmonë. Miku tim Zevgjini, duhet ju dërgoj një përshëndetje këtu nga Myrdita. Nga Myrdita, me cilin Zevin e lidh shpirti, e lidh gjithë profili i tij, që nga në zonës student dhe një nga inxhinierët më të mirë që ka lidhje me drurin, me pemën e jetës. Dhe Zevi ka të mishruar cilësitë më të mira të një militori që vjen pikërisht nga ashti dhe nga zemra e Myrditës për të shpërfaqur pastaj me punët e tij të mrekullueshme që ka bërë në jo vetëm si thjesht si inxhinier pyjor, por mbi të gjitha edhe si një arkitekt i punimeve me dru në shumë vende të botës, kudo ai ka përçuar Myrditën tonë të dashur. Zevin unë e njoh prej vitesh dhe fati ka bërë që të kemi dhe një lidhje pasaj si drejtues ekzekutiv i Unionit Myrdita dhe Zevi për Shkodrën, dhe kam dhënë re se me sa pasion ai ka punuar dhe ka mbledhur militorët rreth këtij organizmi përbashkues, që është shumë rëndësishme. Dhe e dyta, kam dhënë re epin e tij për të marrë me artizanatin. Ka ndihmuar sa artizan të Shkodrës militorë që janë atje dhe të tjerë, por edhe të Myrditës për t'i bërë pjesë. E dyta, unë kam dhënë re që Zevi vazhdimisht në programin e tij, që kishte lidhje me shoqatën e militorëve në Shkodër, gjithmonë e ka patur pjesë të fortë shtektimin, vizitat në Myrditë për ta mbajtur fort të lidhur me historinë, me kujtimin panoramik, me natyrën, me trashëgiminë, gjithçka që lidhet me Myrditën për atë militorë që janë në Shkodër. Dhe për ta thënë që ka qenë në fakt organizata shoqërore më aktive që ka patur dhe vazhdon të ketë Unioni Myrdita në Shkodër, fal inspirimit dhe fal organizimit të mirë dhe efikas që ka bërë Zefi në ato zona. Nuk është pak të mbledhë çdo vit militor të shumë në një gazmen që ka lidhje me fundin e vitit. Është një lidhje shpirtërore e militorëve, por te mund ta bëjë vetëm një militor i mirë, një që ka vizion, një që ka humanitet brenda vetes dhe Zefi i ka patur të manifestuar. Pra një militor me asht të fortë shpirtëror për të mbledhur militorët e tjerë. Ndaj në krye të organizmave të tjerë shoqëror duhet të jenë njerëz si puna e Zefit, sepse duhet ta them hapur. Në fakt ishte dega më e mirë dhe vazhdon të jetë dega më e mirë, jo vetëm më Unionit, por mund të jetë një nga organizimet më të mira që Myrdita ka sa i përket organizimeve shoqërore në gjithë Shqipërinë, e ka pikërisht në Shkodër. Në të 75 vjetor nuk di çfarë ti uroj Zefit më shumë, por Zefit merret ai Zef që ka qenë. Një Myrditas i mirë, një Myrditas i kultivuar, një Myrditas i ditur, një Myrditas human,
i dashur me shok, me shoqëri dhe një mirëditas që të gjithë ëndrat edhe atje në Shkodër i sheh me mirëditë. Gëzuar Zef në këtë 75 vjetor të tij. Realisht profesioni i gazetarit më ka krijuar mundësinë të kem mjaft miq, mjaft shok, natyrisht dhe mjaft të njohur. Por realisht janë disa nga ata të cilët zënë vend kryesor në galerinë e kujtesës sime dhe njëri ndër ata që ka zënë vend dhe natyrisht e ka të vështirë të largohet nga vëmendja ime është dhe inxhinier Zevgjini. Ky njeri, profesionist i Zotit, ky njeri që më shon më së miri emrin e lartë mjerëvimi. Është Zevgjini, ai që unë e kam njohur në ato vite vërtet të hershme, kur drejtonte realisht një ndër ndërmarrjet më të mëdha në numër punojësish, siç ishte ndërmarrja artistike dikurshme në qytetin Shkodrës. Dhe asnjëherë Zevgjini nuk i nda profesionit e tij të bukur, ti profesioni që realisht shumë shkodran dhe shkodrane i kanë dhënë me durët e tyre artin vërtet të punimeve artisanale. Dhe realisht, inxhinier Zevgjini ka qenë dhe mbetet njeriu i cili, e themi pa daraska dhe pa frikë, i ka mësuar të gjithë ata njerëz të punojnë me devotshmëri dhe profesionalizëm. Kësaj dhe ne, sa herë që kemi folur dhe kemi intervistuar Zevgjinin, qoftë dikur për gazetën e vjetër Jeta e Re, apo për revistën Tjala, Televizionin Publiku e mjaft të tjerë, gjithmonë kemi mësuar nga inxhinier Zevgjini ato fjalë, ato mendime që në fundit tregojnë se inxhinier Zevgjini ka qenë dhe mbetet njeriu me përkushtuar për punën dhe profesionin e tij. Unë do ta përkufizoja vetëm me fjalën. Inxhinier Zevgjini është dhe mbetet njeriu model për gjithë ata që kanë dëshirë të dinë se si zihet, mbahet mend dhe mbahet gjatë një shoqëri dhe një shok i tillë siç është Zevgjini. Ndaj, unë pa u zgjatur i them inxhinier Zevgjinit, miku im i vjetër, miku im i ri, miku im i paharruar. U shekullovsh, u bësh 100 vjeç dhe gjithnjë mendja dhe dora jote le të mbesin ato punimet bukura që ti ke ndërtuar me punën tënde, por edhe nga kolegët tu. Edhe njëherë, u shekullovsh Zevgjini. Gëzuar titlinje në gjysh, nuk jam aty sot, po me zemër edhe me shpirt pranë josh. Të uroj edhe 100 vjet të lumtura, Jam i lumtur që më dha rasti të përshëndes dhe t'i uroj Zevgjinit edhe 100 vite tjera me këtë rastin e 75 vjetorit të lindjes tij. Zefi pasi mbaroi shkollën e lartë në degën për punimdrori në Tiranë, u ngarkua me detyrën e inxhinierit dhe të kryenxhinierit në ndërmarrjen shumë të rëndësishme artistike me gjeni Shkodër. Por ai u ngarkua edhe me 2 detyra tjera të rëndësishme. Njëra ishte kryetar i faqatës së Mirditës Dega Shkodër dhe tjetra ishte dhe është kryetar i shoqatës së zejtarëve të Shqipërisë. Duke ditur të menaxhojë veprimtarinë e kësaj faqate, ai mundësoi që të hapë në Shkodër disa ekspozita apo pandaire ku u ekspozuan prodhimet më të bukura të zejtarëve shkodran, të cilat kanë veçori dhe karakteristika mjaft të bukura dhe të rëndësishme dhe që gjetën vendshitje në Shqipëri dhe më gjërë. Zefi është një njeri intelektual i shquar me cilësi të larta të personalitetit. Atë e karakterizon urtësia, dashamirësia, zelli për punë, zelli për të bashkëpunuar me njerëzit. Ai ka gëzuar dhe vazhdon të gëzojë respektin maksimal të gjithë njohurëve të tij. Gjithashtu edhe të Bashkisë Shkodrës, e cila e ka mbështetur në punën e tij si kryetar i zejtarëve të Shqipërisë. Uroj që Zefi të vazhdojë akoma me gjatë të punë dhe të ketë jetë të lumtur dhe të gëzuar pranë familjes dhe shokëve të tij. Të nderuar të pranishëm në datëlinjen e inxhinier Zefit. Ne pa mundësi për të marrë pjesë në këtë festë të tij dhe të familjes së tij, me lejoni të përcjell urimet e mia më të mira
në këtë 75 vjetor t'i uroj edhe 100 vitet e tjera me shëndet dhe me kontributet e jashtëzakonshme në familje dhe në shoqëri, sepse siç edhe ju e dini, zoti Zef vjen nga një eksperiencë e jashtëzakonshme si drejtor i artistikës në Shkodër, pastaj kryetar i shoqatës Mirdita dhe kryetar i artizanatit shqiptar. Me zotin Zef nifem prej shumë vitesh dhe gëzoj respekt të jashtëzakonshëm, kemi bashkëpunuar në disa aktivitete dhe vazhdojmë bashkëpunimin dhe vërtet me njohjen që unë kam, gëzoj respekt të jashtëzakonshëm dhe nuk kam pse të zgjatem, gëzuar zoti Zef dhe t'ja kaloni sot sa me bukur. Të me falni shumë për mos prezencën time. Urime. Mikrofoni do kaloj në sallë, nëse dikush ka një përshëndetje sado të shkurtër. Të dyve. Ta respektosh? Përshëndetje. Unë kam një miqësi të hershme me zotin Zefin, përveç emnit na bashkojnë edhe shumë vlera të tjera, na ka bashku aktiviteti kulturor gjatë viteve që kam punuar në shtëpitë të kulturës. Ai ishte protagonist i rëndësishëm në marrjen e tij, që ishte me karakter artistik, dhe kryem një miqësi, takime, biseda, e njoh mirë gjithë kontributin dhe aktivitetin e tij. Jam thënë shumë këto, unë do të them shkurtimisht vetëm 2 fjalë. Mirdita krenohet me Zefgjinin. Është personi që kulturën, virtytet më të mira dhe asaj treg i sodhi dhe pasuroi Shkodrën. Shkodrën me qytetarinë e saj, me kulturën e saj, dhe më thënë nuk është lehtë nësa Zefi me vlerat e tija e pasuroi Shkodrën, me inteligjencën e tij. Ne sot jetojmë kohë moderne që estetika është e pranishme tek të gjithë të rinjtë. Po vetëm veshja e grus mirditore ka kënë kaq e pasur në anë estetike sa ka shofer marrëdhënie me Zefin, ka nxit, ka frymëzu fantazinë krijuese të këtij njeriu duke e sjellë të gjithë atë pasuri të madhe vlerash estetike në gjithë botën e tij kreative në artet e aplikume. Të maj zoti shnetën zë një Zef. Shumë faleminderit. Uroj që të kesh jetë gjatë, shnet, marrësinë, familje, e shpirt kreativ të pasur si gjithmonë. Shneti tanëve, vjen mirë që ndollëm në syrsh, ishte knatësi e pranova me knatësi ftesën e Zefit. Në radhë parë uroj ditëlinjën u baft sa më shumë tjetë mes Shkodrës, mes miqërë, mes familjarëve, sepse normalisht është një burë me vlera të jashtëzakonshme. Unë tamam nuk e kam njoft Zefin, por ndoshta mund kena pak kohë që njihna, edhe prej momentit parë që jam prezantuar me te Magalan një lloj ma ka elan një lloj përshtypjet që është një burë patësor me kreativitet, me një lloj personalitetit veçantë. Disi ma ndryshe nga shumë burra që përfaqësojnë Shqipërinë në institucione të ndryshme. Karakteristikat e tij të liderit i prezantohet në një mënyrë aq të thjeshtë dhe patësore, dhe mua ka lënë një shije të mirë, kena kaluar disa momente të këndshme edhe patësore me miqtë e tij që gjithashtu jam njohur për herë të parë. Edhe ma vonë më nëna kurioziteti më ka shty për me kuptu tamam se kush është Zefi, rrugtimin e tij, ato cilësitë e tija sigurisht edhe karakteristikat e talenti ka kanë jashtëzakonshëm, sepse në një vend si që Shqipnia ku dominon jo meritokracia, Zefi ka tregu vlerat e tija të jashtëzakonshme dhe ka mritur nivele që është akoma dhe sot në një moshë tillë që është një menaxhues i mirë i situatave, është një përfaqësues
i gjithë këtyne shoqatave që ju i përmend, dhe kjo kërkon jo vetëm inteligjencë, nuk kërkon vetëm kreativitet, por duhet me pas edhe vazhdimsi. Dhe për një moshë tillë, për karakteristikat e tija, unë jam shumë i lumtur që të kam njohur Zef, dhe shpresoj që familja jote një patmesat të trashëgojnë karakteristikat e tuja, edhe emni jote, edhe figura jote, edhe vepra jote, ka me jetu jam i sigurt gjithmonë mes nesh. Ne do kemi edhe përshëndetje nga familja, një përfaqësues i familjes para se Zefit japin fjalën në fund. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. I falenderoj gjithë ata që kanë vlerësuar babën më përpara dhe gjithë shoqata që vlerësuat. Është një gjë shumë e madhe për ne. Historia e babës është shumë e gjatë, domethënë ka pas rezultate shumë të mëdha, edhe për ne ka qenë një model. Ne jemi munduar me pas një model, përveç se ka qenë një prind shumë i mirë, ka qenë edhe një shok i jonin të hush. Kështu që babës i uroj jetë gjatë të lumtur, edhe ju shumë faleminderit për vlerësimet që keni. Ju falenderoj tanë dhe keni lanë punë të tuja, keni ardhur me vlerësu babën. Falenderoj edhe Don Blashin që na la mundësinë me kriju këtë aktivitet këtu, në këtë salë me emrin të madh, kardinalin Mikel Polici. Falenderoj të përfaqësuesit e mirëditës që kanë ardhur bashkisë, shoqatat, s'po i them këtan me emrin, profesorin Zef Çoba, futbollistin e madh, vatën, edhe ju uroj shëndet të tanëve, të bani tanë këtë 100 vjeça, edhe të ju bëjë të jetë gjatë. Ndërkohë që profesori po përgatitet për një mbyllje shumë të bukur të aktivitetit, kuptoj që është mbitor, është fjala e vetë Zevgjinit, mirësit madh. Nëse do të vini këtu dhe 2 fjalë zemre për përshëndetjet që janë bërë, për angazhimin e këtyre miqve, si ndihesh në 75 vjetorin tënd? Në fakt, kuptohet shumë se për ciptas mund të themi, por ju më keni lënë pa fjalë, nuk kam me thënë drejtën se që me folë për punët e mia, sepse u bë një përshkrim i jashtëzakonshëm. Falenderoj Kozeta që keni gjithmonë pranë aktivitetet që përbën, edhe që njeh shumë mirë dhe kishe bë një, më pëlqen ajo që ke bë. Dhe me thënë drejtën, këto ndoshta duket vetja i fije si ma i malë se i madhi, po edhe realitet janë, pavarësisht nga vlerësimet që më keni bë, edhe ju falenderoj shumë, ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju falenderoj edhe gjithë tjerë me qindra që kanë marrë telefone, mesazhe, sepse janë ditë, ka qëllu kjo ditë e bukur boll, ditë e mirë, si tha zotni Zefi, jena ditën është në Zefit, kena pas rejtë nështë që kena lënë këtë ditë, edhe njëkohësisht edhe genet traditin që kemi, edhe mjeshtërit s'po du me ashtu poshtë që kena gjithë Shkodër, kena rejtë këtë ditë. Unë për veti, jam shumë i knaqën, inkurajum, nuk prekem hiq për këtë punë, jam krejt me i knaqën, dikush ka thana baham, kishe më boj 20 vjeqë. Në fakt, afshtirë mi ba ma këtë punë, por jam shumë i knaqën me punën e me jetën time. Përshëndes gjithë ju që jeni këtu për e përsërisë dhe mediat që më ka njek, unë me thënë drejtën, si person kam qenë pak si e njef pak vetin, tjerë njofin më shumë. Po kam qenë i rregull, por nuk kam shpërthy shumë, ose kam shpërthy me nga fundi, me vonesa. Dhe këto rezultatet politike, qenë të bashkije, partia punës dikur e kështu, i kam ne pak si rezervum, por se kam lënë vetin, në fakt, ka e momenti edhe kam shpërthy, me qëllim. Këtë metodë kam djekun gjithë kohës. Unë kisha më rëbullmendu, ose ma mirë me thënë vetë, kam djek anën profesionale, zanatin,
shoqërinë me politikë s'm ka pëlqyer, sepse kam pas edhe frikë. Ty pa njerëzit, burri mirë, rrenja 2-3 vjet, vjell, futet në burg, shkon me ne këtej, kështu që unë nuk i kam shef atë punë. Unë përsa nuk jo them ju se dikush duhet më marrë atë punë. Ju jeni smeni po të tjerë. Kështu që unë me thënë drejtën jam i kënaqur me këtë rrugë që kam ndjek, 100%, nuk kam asnjë vërejtje kozet, dhe inshallah kena jetën e gjatë, edhe ta kanë bashkëpunoj me ju, punojmë prapë deri në fund. Mirë se keni ardhur. Faleminderit edhe 100. Faleminderit shumë. Ke përgatitur diçka shumë të veçantë, për të bërë një mbyllje shumë të bukur sot. Mirë, si që thash parë se kam taku tamam një njerit mirë, do të bini pjesë prej Gjën Kapitanit, është hymni për si fleta e të Zotit që e ka kompozu në 1991. Bileja që më thote kur këtu ishte të zi për me nërshu sistemin, me nërshu protesta të muhet, e ka shkur një hymë shumë bukur. Edhe unë e paraqes sot me shumë knesi para jush. Prandaj jeni të lutur që të shkoni më pas dhe të shijoni koktelin. Sikur ta bënim një foto të gjithë bashkë, si thoni, vendosim tek pjesa këtu dhe kemi një kujtim të bukur gjithë.
Atëherë, doktor, ju përshëndesim. Kemi ardhur si klasë 10 dhe si klasë 11, kemi dhe përfaqësuesin e maturës. Ne jetojmë në grye mirë, ku zona ka një kultivim jo të vogël të sherbelës. Mirë po, ne do donim që sherbela edhe më shumë të kultivoj, por nëse do kultivoj më shumë, ne duhet kishim konsumator më shumë. Dhe kemi ardhur tek ju për pyetur rreth vlerave që ka sherbela si bi medicinale ose të quajshëm. Tashi ka shumë bimë medicinale që janë vlefshme për shnetin e njerëzit, por sherbela zë një vend veçantë sepse për vetvetitë e saj ka një spektër shumë gjatë të aplikimit në kurimin, por që është më kryesorja në parandalimin e shumë sëmundjeve, sidomos atyre sëmundjeve që sot janë më problematike për popullsinë. Po të filloj me në radhë parë efekti që shumë veta e din, sepse duke përdorur si çaj, domethënë dihet se vepron në sistemin respirator, pra në rrugët e frymëmarrjes, domethënë. Kështu që domethënë për vetë faktin sepse ka shumë lloje çajesh, por sherbela është në ato që ka më efekt, sidomos në pastrimin e rrugëve respiratore, sidomos me persona që kanë kaluar probleme, domethënë si domethënë si ftohje, domethënë ose probleme të tjera respiratore. Sherbela në këtë mënyrë, domethënë vepron duke pastruar rrugët respiratore dhe bën rekuperimin potassium të plot të mushkërisë. Gjithashtu edhe ato pacient por që kanë një sistem potassium kështu, sidomos moshat e vjetra të ullët imunitar, po të përdoret sipas po të përdoret potassium si parandalues, domethënë është një diçka që domethënë vlen për domethënë për këto persona, për parandalimin e problemeve, sepse njeriu nuk ka si thush halës dërman si mund të quajmë ne pa uftof ose pa kaluar sidomos këtë periudhë për shembull që që një gjendje gripale, domethënë kështu. Pra ne në Shqipëri e pim çajin vetëm kur janë me temperaturë 40. Ne duam të dimë, a është më mirë ta pim kur jemi me shëndet? Një këtë thashë edhe unë, domethënë sepse normal që kur je i smur do të përdorësh çaj ose edhe ilaçe ose medikamente. Problemi kryesor është, si thashë më përpara, ta përdorim përpara se të vi puna deri këtu, sepse efekti domethënë i sherbelës është shumë i mirë dhe bën këtë jo parandalimin, por sepse thash, sidomos në periudha të epidemive njerëzit do smuren, por që smunjen ta kalojnë më lehtë. Dhe sherbela është, si thash, në bimë medicinale që në këtë aspekt ka efektin potassium më të mirë dhe më prandaj duhet konsumuar, domethënë. Ashtu. Gjithashtu, domethënë si thash, kjo është në traktin respirator të frymëmarrjes. Veprimi tjetër i sherbelës është në qarkullimin e gjakut. Domethënë, që edhe këtu janë problematika të shnetit janë shumë të mëdha me hipertensione, tension inalt, si thonë, me rritjen e undyrnave në gjak, gjë që sherbela ka efekt në paranalimin
po ta quajmë të agravimit të këtyre problemeve. Shërbela ka si efekt të menjëhershëm për uljen e tensionit, që mund ta përdorë një person që i rritën ka vlera të larta momentale të tensionit, rekomandohet përveç mjekimit për këtë, ka shumë efekt në uljen, po ta quajmë si preparat popullor i urgjencës. Domethënë sepse ne shpesh, kur na pacientat të cilët një moment i rritet tensioni, por momentalisht nuk kanë preparate në shtëpi për shembull për ta urë, ne rekomandojmë pi një gotë shërbel, paktën derisa të bëjmë kontrollin te mjeku. Po. A mund të dim rrezikshmëritë e çajeve që janë në bustina, domethënë se nuk e dim të saktë problemi prodhimit të tyre, dhe çfarë dëmi mund të kishim nëse do t'i konsumonim ato? Problemi është, ne nuk mund të flasim sepse nuk jemi, po thojmë të specializuar për këtë. Por një gjë mund të thojmë me siguri, sepse shërbela që mbillet edhe në shtëpi, domethënë kështu, është 100% e sigurt, domethënë kështu që s'ke pse po ta quajmë kështu rrezikon të përdorësh tjera se me çfarë bëhen tek bëhen si thatë edhe hyja datë s'ka dendën. Kilometrazhi zero, vjen direkt nga parcela dhe fixhoni që në lokal. Domethënë kjo është që dihet që paktën efektin e ke 100%, një atë efekt që jep. Si thash, te vlerat e tensionit, gjithashtu nikon për mirë edhe në, si thush, se thonë në gjuhën popullore, pastron gjakun. Po pastrimi i gjakut nuk mund të cili është pastrimi i gjakut. Nikon te niveli i unyrnave në gjak. Domethënë, kjo quhet, si në gjuhën popullore quhen pastrimi i gjakut. Duke ul ata, kena më pak probleme se dihet çfarë mund shkaktojnë rritja e këtyre unyrnave, si hipertensioni, si thame, kena ataket në zemër, hemorragjit cerebrale janë shumë problematika që po të njëjtën gjë, si në, domethënë, kur përdoret për traktin respirator, që thash, mu përdor përpara se me pas ta probleme, po të njëjtën gjë përdoret edhe në, domethënë, për këtë kategori smundjesh, që përdoret përpara, sepse janë këto smundje që vinë me rritjen e moshës, edhe njeriu me pak gjë mund t'i parandalojnë ose kur vinë të jenë një shkallë më të ulët se sa, më thënë, në raste tjera. Gjithashtu, sepse, prandaj thash, sepse shërbela ka shumë, ba me pa, domethënë, spektrin e smundjeve, po flasim të që janë ma problematike. Prandaj shërbela është një ndër bimët ma kurative, sepse përfshin një gamë shumë gjanë smundje. Tjetra, po kështu në traktin gastrointestinal, si thënë në zorë, kështu, është shumë, sepse të njëjtën pastrim që bën në mushni dhe në ente gjakut e bën edhe aty. Sidomos për shembull kur kemi probleme me mykun ose me probleme të, domethënë, çrregullime të funksionit zorëve, shërbela është një, domethënë, rregullator regulator, po qëjmë shumë i mirë, si thush, se me da dhe ty përdorë kështu, pastron tubat, si ja, dhe më thënë, duhet me fol në këtë nërë që për mu kuptu më mirë, dhe më thënë shumë. Gjithashtu, thame, ka shumë për diabet, thojnë nikon për mirë. Tjetër, me që përmanë në diabetes se do shë me dalë të kjo gjatë, sepse shumë veta kur i këshillojnë pini shërbelin, po s'mund të api se është e idhë, pje me sheqer, i thonë. Pse? Se kujtojnë sepse këtu i halë sheqer, i ikon vlerat kurative, që nuk është e vërtet. A, nuk është e vërtet? Jo, vetëm ata që janë djetë, ata... Torturojnë të api ja, në më thënë, thjesht, aji që është me diabet nuk do të apin me sheqer, në këtë prana e përmanë edhe kjo gjatë. Po, kur e bajnë për shembull me mjaltë, mjalta nuk ka sheqer?
që e përzin shërbel me mjalë, për shembull me limon. A nuk ka, domethënë, kështu që ideja është që sheqeri nuk ul vlerat kurative, domethënë, shërbelet. Kjo është ashtu. Se keta kishte gjë për na arrit një kur tjetër plot. Për sa kohë mund të pihet? Problemi i këtyre bimëve medicinale kjo është, domethënë, sepse mund t'i pish gjithë jetën edhe vetëm mirë ke, domethënë, prej tyne, sepse nuk është si ilaçi që dashje pa dashje krijon atë toksicitetin e vet. Domethënë, bimë medicinale mundesh me i përdor. Thash, edhe mas me pas asnjë lloj problemit, sidomos shërbela, si thash ty, pa spektrin e veprimit saj, njëri pse, sepse çdo gjë që do vinë më mrapa, do ta kesh gjithmonë më të lehtë për me përballu dhe me kalu. Do me pi thatat jonë. Po ka më thatat, ç'është kjo? Ç'është atë jonë gjithmonë? Jo, dhe jo me praktikojnë. Shika, problemi Ajo jo marrë dysh atëherë sa të mrapa. Mund pijet, por efekti gjithmonë është më i fortë i thatë. Pse? Sepse është e koncentrim. Se, domethënë, ti hell një sasi, pasojmë 20 gram në gjeze. Domethënë, të njohëm. Por nuk e ka kur forcen me 20 gram të thatë, sepse ka më tepër, domethënë, është ke parasysh, është e koncentruar më tepër. Tharja nuk ja ul vlerat? Jo, për prandanën, sepse po ta quajmë kështu, sepse më kam pas një shok që jam marrë me këtë edhe zjarrin vojin, zjarret voj për shërbelës. Është një koncentrimi që thojmë ne. Domethënë, edhe ai prej të thatës nxirret. Domethënë, kështu që nuk, domethënë, thjesht ul volumin, pse? Volumin e lëmës, në çfarë aspektit? Tharja çfarë është avullimi i ujit. Domethënë, kurse vlerat mesin në bim, domethënë, thjesht prandaj thahet, sepse edhe thjesht për punë praktike, sepse me marr, po them, 1 ton shërbel njom, është sa i gëllom, një ton, domethënë, ja, flas posa, ose një gëllom, posa, ja, bjen pesha, zvoglohet si sasi, domethënë, kështu. Okej, jenda. Presin këtë raundin e dytë. Pa më përshkojnë. Shumë e grijë. Shqyqyr që vinde i të shkollë. Ne dëshirojmë që përmes punës tonë të mundim të bindim konsumatorin për të pirë çajin e shërbelës dhe këtë po e bëjmë në zonën ku kultivohet si bimë. A mendoni se kjo puna jonë, pra duke promovuar, mund të ndikojë në një farë mënyrë edhe në interesimin e banorëve për ta mbyllur shërbelën, si paraqiten përgjithsisht mbyllja e shërbelës edhe në Gruamirë, ndoshta një panoramë i përgjithshëm. Ka pas një periudhë që shërbela është mjell në hektar, ka qenë një periudhë që tregu ishte i mirë dhe njerëzit i bani mu interesu që me shtu sasin e hektarve. Këto 2-3 vitet e fundit, realisht ka ra tregu, ka ra çmimi dhe njerëzit janë disi pasiv në nivelin e jo ma të shtimit të hektarve, por edhe të kultivimit shërbelës, flas për zonën e Gruamirës. Kjo është për momentin. Prodhimi i shërbelës ku zakonisht ka shkuar? Përgjithsisht ku ka pasur tregun? Domethënë merrej prej këtu dhe ku shkon? Tregu vetëm jashtë, në Amerikë, në Gjermani, bëhet fjalë 2 tregjet më të fuqishme, edhe në Francë një pjesë.
Ka shkuar nga që ka shkuar, po. Sa fermer afërsisht mbjellin, domethënë, apo të gjithë nga pak e lënë një pjesë të tokës për shërbel? Jo, ka pas dy modele mjelljet për shërbelën. Një pjesë ka kenë fermersh, një pjesë ka kenë edhe banorë që kanë marrë edhe tokë me qera që kanë pas në sasi më të madhe edhe me hektar, që kanë pas tregun më të siguru. Okej, sa ka qenë edhe si përmarrja. Shërbela ka shku 900 lek dhe 1000 lek vjetra, sot aktualisht është edhe me 400, po. E njo. Sot është edhe me 400. Për karën ka ishtë dukshëm. Po, ishtë dukshëm gara. Arsye është nuk gjendet më tregu? Nuk ka treg, po. Nuk ka treg. Këta që një migopje të tregut. Një migopje të tregut. Po. Ka që e marrin nga Shqipëria? Do me thonë, ndë një bashki, ndë një furnitor, edhe në qoftë edhe nga qytetet e tjera? Jo, nga qytetet e tjera, vetëm bizneset e mlaja që po këta e tregtojnë, manipulojnë dhe përgatisin për jashtë. Okej, pra ne nuk na rezulton që kemi konsumatorë të shërbelës fare, që e pinë ndërkohë. Në raste shumë të pakta, në për ambiente, në për lokale, në raste shumë pakta, serviret qaj bio, qaj shërbelit. Banorët e kanë ndruar si prodhim, dhe më thënë në natë tokë tani po mbjellin diçka tjetër, kanë hequr dorë? Përgjithsisht po, kanë hequr dorë. Nëse do të ndikonim sa do pak, jo ne, ne thjesht një shkëndit të vogël, por në qoftë se këtë do e përqafonin edhe subjektet të tjera, mediat të tjera, nëse do të rritej vlera e shërbelës te mënyra si e koncepton konsumatori, a do të mundeshim ne të zgjonim një shpresë sa do të vogël te këta fermer që po konsumua ata t'i kthejnë sytë edhe një herë të shërbelës? Absolutisht po, njerëzit janë të gatshëm, ata që janë punën e dojnë, thjesht vetëm mungesa e interesit i ban për me ullë punimet në kulturën e shërbelës. Vetëm interesi, sepse malli është stok edhe nuk shitet. Kemi ne kushte për një shërbel të mirë në Gru e Mirë? Kushtet janë shumë të favorshme, janë shumë të favorshme kushtet. Kushtet në Gru e Mirë janë shumë favorshme, kjo difton edhe situata e sipërmarrësve që janë nga zona tjera dhe kanë marrë toka me qera në Gru e Mirë. Që janë sipërmarrës të mirë fill, sepse ka kushte të mira për kultivimin e shërbelës, zona e Gru e Mirës. Është shumë mirë që të konsumoj këtë. Absolutisht po. Okej. Gjenta për mua mjafton ka që e vogël. Ti do, po pyesësh pra? Jo, kaq. Për mua është se ke parasysh pra, okej. A porosisin klientët çaj tek ju? A porosisin klientët çaj tek ju? A porosisin klientët çaj tek ju? Tash çajnat në përgjithësi janë, si më thënë, si gjitha si kafe, si ashtu për dorët. Si gjitha llojet e pive përdoret edhe çaja, në për lokale me fjalë, por përdoret çaj natyrale, përdoret më pak se sa këto tjerat me fjalë. Okej. Edhe një herë thua, pra porosisin çaj apo jo? Si gjitha pije tjera me fjalë përdoret edhe çaja, por më shumë përdoren çaj me bustina. Jep çaj e malit përdoret më pak, edhe çajna tjera më pak se sa këto me bustina më shumë. Adina? Se po i tjellë. Okej, edhe mund të të vini vetë, dhe me thonë, ju vetë si familje përdor, ose ju keni toka të mira me shërbel? Ju vetë si familje e përdorni, apo a keni toka të mira me shërbel? Faktike, si familje përdori çajin e malit. Edhe çajin me fjalë, në shumë, nërsa shërbelen krejt pak, edhe në kohë kërë në rast gripi, ose në rast tjetër, kështu se ja, nuk e përdori. Për arsye se ma shumë, si më nuk e përdorim për arsye se nuk ja dim vlerën. A është arsyeja ma shumë. A ka vlerë për çaj shërbelës? Normal që po. A ti na shpjegon, ja për shembull, a mund ta sjellë njëri me ujë të nxehtë nga këto çajrat? Po ja, atëherë Adina? Ja ku kemi një çaj me pustinë dhe ujë të nxehtë. Dhe kemi dhe çaj shërbel. Cila përdoret më shumë dhe cilat porosisin klientët tek ju më shumë? Po atëherë Adina, s'ke çfarë. Këtu kemi një çaj pustine dhe kemi edhe çaj shërbel.
klientët tek ju, të cilat përësisin më shumë? Çaja me bustinta që përdoret më, ka përdorim më gjanë, sa është më praktike, nërsa kjo me shërbel, njerëzit me fjalë me bojë vaki me kanë për shembull me kanë e blume ose me kanë formatira me paketim sigur sa kjo. Jo detyrimisht që marrin edhe këtë sa kjo, si a din vlerë njerëz. Por kjo është për shembull pothuajse, si më thënë, në as më thomas primitive se çoja por me kanë me paketim, me kanë se embalazhu si kjo. I kam përshtypjen që përdoret edhe kjo pothuajse si kjo. Sepse njerëzit shkojnë sipas sepse kjo lufton shumë smundje, me fjalë bazë të se na tash një lexoj me një top just lexoj një dashu. Detyrimisht që është e përdoret por marketingu të bën shumë. Paketimi për shembull, kjo të bën shumë. Sigur për shembull dal një X firmë, për shembull edhe Jona. Se un kam dëgjuar shumë në Angli që tash është hap për shembull është përdor njerëzit. Në Angli më ka thënë një kushin jam që madin Albania me lavandë. E ka shkruar lavanda, me 100 gram lavandë, edhe çim pothuajse shumë i lartë, me pound, 15 pound, 20 pound një paket, 100 gram. Pra sikur me vjen paketimi i rregullt me marketing më shumë, kam përshtypjen që përdoret edhe çaja e jon me fjalë shumë që kjo shërbela më mirë pothuajse njësoj si kjo. Po. Në Shkodër. Se ka më vlerë. Sa është më bio, më. Në shumë qytete është futur çaj bio pa mbështetje. Njerëzit e duan më origjinale, thotë Fadina. Në shumë qytete është përhapur çaj pa mbështjellje dhe më shumë njerëz kërkojnë më shumë çaj origjinal. Kjo faktike është nuk ka në gjasë që përdoret biberi ose gjëra të tjera me kutija, por jo krejt ashtu sepse është më higjienike kjo. Kjo për arsye higjienës njerëzit për shembull me marr si me anë pe garazhet ose me marr për diku me përdor nuk është normale, a kupton? Vetëm arsye higjienës më thonë se ka shumë njerëz për shembull që duan higjinë tash, është vetë standardi i kohës për shembull që njerëzit është higjiena aty. Nuk është njerëzit më fol logjik. Marketingu ka të bëjë shumë. Nëse do e promotonin jo vetëm ne, po dhe të tjerët, çajin e Shërbelës, a do e prodhonit ju më shumë? Normalisht po. Sot për sot ka luhatje tjerë sa me tregut. Imagjino se unë për shembull s'ka para 4-5 ditë shërbel, so kam Shërbelë aty në Gjane me fjalë. Kam pas bajë të tokë, Shërbelë jam detyruar me përmes për arsye sepse jam drejtuar një drejtimi tjetër për fjalë për punë se nuk ka treg Shërbelë. Cilat kanë qenë periudhat më të mira për ty të shitjes së Shërbelës? Para 2 vjeç. Shkoi 1400 lekë, 1500 lekë. Ja ka kanë treg me i pranueshëm. Po, ju keni kontrata për tregun, ju prodhoni me kontrata? Ja. S'ka kontrata se me ke. Do e më kontrata. Ku shkon me Shërbelën zakonisht? Ose shkojnë janë sekser që grumbullojnë me kamiona. Pe duhet vinë për shembull tu e çojnë se për shembull Ramadanit të haxhisë me fjalë. Për shumë raste të rralla e morën fermer direkt. Me fjalë ta që janë se të vetë konkurrojnë më sik madhe sa kështu. E kuptoj. Pra ju e nxisni pirjen e çajit Shërbelës, patjetër besoj, se ju e dini edhe vlerë aty në vend. Nuk është se konsumoj, nuk konsumoj për vetë, por jo në atë formë, zakonisht thash parë, më shumë konsumoj kafe se këta çajna këto nuk jam shumë preferent tyre. Imagjino të vish në Shërbelë të mos pish çajin e zonës e të kërkosh një çaj tjetër në buzënë. Është parë më kërkon vetëm konsumoj vetëm kafe. Vetë se vërtet në sa do me bostina ja pas më dashme. Çka kam ndoshta si shtëpi, gruaja për shembull pin çaj, më shumë pin çaj Shërbelës se sa pin çaj në tjerë. Për arsye se ka probleme tensioni dhe gjëra për shembull, apo të. Kjo vetit kurative të jashtëzakonshme në krahasim me këtë. Është vërtet. A ma thuaj emër mbi emër? Sherif Reçaj. Agronom, a? Ke qenë agronom? Mesëm jam. Okej, s'ka. Përzien dhe me luk. Është çaj edhe kjo, të çajna shumë vjen shije kanë raste pra dhe përdorin hamburger. Ajo është bler nga jashtë, ë? A ka është bon ligjëre se ne provoj vetëm na. Se provon jugu me tonelata. Dallohet kjo. Ha? A ka vendin? Vendin se ku është prodhuar? Jugu. Erseka, ata me që prodhoshin Tepelena, kam bon në televizor, në prodhoshin na. Sa të zile, kam hi kretë, kam bon të 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 kërën loba, normal që s'ke
Dhe 25.000 kundori, qytetor. Masani kur shkoj, kur ka luhatje, shpeshta, atëherë hiku do njerëz. Gjithë shakë e mamelerijës, ke nevoj 2 orë unë e Ja vetëm një plan I fundit. Ja sigur. Komplet, bravo. Ska gjë bukur as. Atëherë mbajmë pak qetësi? Okej. Mirë. Flasim pak për shërbelën që prodhon Gryemira. A është ajo një shërbel cilësore? Për mendimin tim është. Kjo është në tokat më të përshtatshme në marrëmendje të gjithë veriut të Shqipërisë. Se kjo zakonisht kjo tokat fata don, nuk don toka që janë moçale, toka me lagështinë. Kështu që këtu ka pas sukses deri kohët e fundit. Tash gjithçka është komerciale, gjithçka është për interes. Tash kohët e fundit ka ra kërkesa aty, nuk e di se si është problemi, por të paktën e ka shujt, si me thonat, entuziazmin tonë të fillimit që na pat me shumë shpresa se kjo shërbele do të bëjnë shumë anë të mira këtu, do të na rrisin mirëqenjen, por kohët e fundit, me thënë drejtën, jena dekuraju prej tregut. Nuk na justifikon absolutisht, nuk justifikon shërbimet që I banë. Ku përparon, çfarë ka avantazhe shërbela e Gryemirës me një shërbel që vjen nga një zonë tjetër e Shqipërisë? Pra, një konsumator do të di sa I sigurt është në pesticide dhe në gjithë ato helme që I hidhen. E para punës, këtu është klima herë që është e favorizon. Këtu ka mi afër 300 ditë diell. Dielli e favorizon shumë këtë bimë. E dyta është toka. E treta janë shërbimet që I banë, qoftë që ja plotson kushtet. Kjo jo vetëm që prodhon shumë, por e qetë edhe rendiment. Me fjalë, çdo shpenzim, çdo kosto që bëhet në shërbim të saj, kjo e justifikon përkundrazi bile, përpara kur fillum në vitet e para, na pat me shumë sukses. Edhe nga kjo që ne u inkurajum shumë për interesin, po thuaj gjithë zona e Malësisë Madhe është pushtu nga mielli e kësaj bime. Është bimë me të vërtet, me cilësi shumë edhe shëruese, se sa pihet një çaj për shembull dhe një veni tjetër, këtu ka shumë avantazhe, ka gjitha ato produktet që I nevojitin organizmit, që të jene shishme, të jene kërkushme. Nëse ne ndikojmë edhe hapim rrugën e promovimit të çajit të shërbeles, sepse shohim që nuk konsumohet nga konsumatori shqiptar çaji I shërbeles pavarësisht vetive të saj. A do të kishte ngjallur kjo dhe interesin tuaj për t'i dhënë më shumë vëmendje shërbeles? Pra, a mendoni se promovimi është kryesore për të ndikuar edhe në punën tuaj? Pavarësisht se tregu është kryesori, por edhe kjo po aq kryesore. Patjetër. Se tash është koha e më tepër e reklamimeve
kjo don sigurisht që don me reklamu e don me u promovu, sepse kjo është bim që i shërben shtetit njerëzor. Është bim që është e natyrshme, vjen direkt nga prodhimi, pa asnjë farë modifikimit, pa asnjë farë stimulit. Është bim e shnetshme. Sa pihet qaja që nuk dihet se ka vjen, ose nuk dihet çka ka marrën. Kjo është origjinale, kjo merr direkt nga toka. Fatkeqësisht tu nuk ka në pika grumbullimit ose si thuash pika përpunimit. Si që këto duhet bëhet se s'bën vend. Do t'ju shtote shumë interesi. Sa zgjat tradita, vetëm për ta pasur në historik, sa zgjat tradita e Shërbelës në Gryemir, sa e gjatë është, ose sa vjetër është tradita? Pyetja do të ishte sa zgjat një bim, sa vjeçare. Jo, Gryemira vetë sa kohë ka që kultivon? Gryemira ka 20 vjet. 20 vjet që nuk e ka kultivuar më përpara. Po më përpara, jo, më përpara e ka kultivuar zona e Pustopojës. Poskopojës. Ajo ka kënë madhe. Por që ka shumë, këtu në Gryemir ka pëlqyer shumë. Edhe si rendiment, arrit shumë rendimenti, edhe si cilësi. Na kena tokën, këto janë toka argjilore, toka të thata, nuk janë, pra kjo është bim që këta e donë. Kjo është shumë rezistence në temperaturave. Edhe këtu ka dhe jetë gjatësi, më të madhe. I ka shumë kushtet. Për fatkeq, kjo është mungesa e interesit tregut. Tregu është që ne dekorajon shumë. Nuk di se si mund rregullohet kjo, por që kjo si më thonë, ne demoralizon shumë. Okej, kjo është me... Vetëm pak më këtej zëgjera, vetëm pak. Adina, ti e pi, fol sinqerisht, e pi çajin e Shërbelës? Jo. Tu zgjua pak interesi ta provosh? Po, tani po, se kam dëgjuar tonë vitaminat dhe të na sa mirë na ban për shnetin neve. Kështu që ti do ta provosh? Po. Do ta konsumosh? Po. Okej. Eduardia, e konsumon ti, e ke konsumu çajin e Shërbelës? Po, e kam konsumuar. Atëherë thuaj, sa e ke pirë? Do të thënë, unë çajin e Shërbelës bëj fjalinë e plotë. Unë çajin e Shërbelës e kam konsumuar që 2 vjet, tash 2 vjet. Përgjithësisht edhe herë për fillim. Çajin e Shërbelës e kam konsumuar tash 2 vjet dhe është shumë i mirë dhe ka shumë vitamina të mira. Kush të tha ty që duhet ta përdorësh? Mami, familja? Më shumë e kanë thënë familjarët, por edhe kam lexuar dhe kam parë në televizor që është shumë e shëndetshme. Okej. Elvana, ke pirë çajin e Shërbelës deri tani apo jo? Se kam provuar akoma. Okej, pra ti e ke parë Shërbelën që është rreth e rrotull në vendin ku jeton, por nuk e ke provuar asnjëherë, ë? Okej, tani që dëgjove gjithë këto biseda mbi vlerat e Shërbelës, do fillosh ta konsumosh? Po. Kam dëshirë ta konsumoj. Okej, do ta përcjellësh dhe të tjerët, pra t'ju thuash edhe atyre që duhet konsumuar. Po, do të them sepse është shumë e shëndetshme. Okej, ja kaq. Po, në një nëmën pak, rëgojmë atë kohë. Po, për da gjona për zoten. Edina, në për ditë është të... Am lërë dhe herë të bëjmë një foto? Anim, muare të Shqipërisë, e? Ma falë. Nuk del. Si një mirë. Eduard, falë. Në pasi fatisë. Qa kam? Shqurë morë nga ajë. Zysh. Që më rrëta për më një është kjash. Për shërë nuk kam. Si s'po marrën puna e kësaj. I thonë për ke herë, për zote, qopin i thoshti ki tonë këtë energji, me i thonë. Kjo edukatore model, non model, prin model, se ke ka dhe, se ke ka dhe, këtë se kam diti dhe, se ke, në praktikisht pra, një kash
dikush. Se për Zotin. Jeru në krijon Zoti. Unë jam bishëm besimtar. Karakteri i tij nuk më rrën. Ja. Ashtë i limë. Karakteri. Ashtë i limë. Tunash me Morë. Mi rritët veshët, mo, mi rritët veshët. Ki mos digjo, moj? Nuk digjo. Kishim komunista na. Ka pas komunista. Krijuese. Jo. Jo, unë isha mira projektit shkurt, pa jam, do ta bash për smarit. Ne maj thëto. Jo, unë u prita, para dite u prita ai fije, me thonë drejten. Kur është besa po. Po në nuk unë hap. Ora t'ja fillojmë. Ne i bim ka Çdo gjë mas Se gjithmonë. Faleminderit.